Gratë dhe vajzat e qytetit të Shkodrës, personalitetet që japin kontribut në fushat të ndryshme të jetës, u bën pjesë e një iftari të veçantë në mjediset e medreses së vajzave Haxhi Sheshamia, shtruar nga Shoqata Istanbul. Ky muaj i shenjtë i agjerimit, lutjes dhe sakrificës shoqërohet me të tilla iftare që për besimtarët musliman janë një moment i veçantë, bashkimi dhe reflektimi. Ky urdhër i parë hyjnor na kujton vlerën e dijes dhe rëndësinë e të menduarit të thellë. Në një kohë kur besimi i verbër dhe padia mund të çojë në keq kuptime dhe paraqitime, Islami na fton të mësojmë, të reflektojmë dhe të gjykojmë me drejtësi. Agjerimi nuk është thjesht privim nga ushqimi dhe uji, por është një mësim i madh për të kuptuar botën dhe njerëzit përmes qenies sonë. Ashtu si ndalojmë vetes ushqimin për disa orë, mësojmë të ndalojmë edhe nga shkujdesja, harresa. Në këtë mbrojtje të bekuar, le të reflektojmë për vlerën e Ramazanit si një mundësi për të pastruar shpirtërisht, për të forcuar lidhjen tonë me Zotin dhe për të kontribuar për të mirën tonë, për familjen, shoqërinë dhe vendin tonë. Lutja gjatë Ramazanit ka një forcë të veçantë. Prandaj me gjithë zemër lutemi që Allahu i lartësuar t'ju jap paqe, begati dhe dritë në zemrat tuaja. Lutemi për gjithë ata që përpiqen për të mirën, që sakrifikojnë dhe që punojnë me sinqeritet për të drejtuar këtë botë me dije, dashuri dhe drejtësi. Të tilla iftare janë kthyer në traditë përgjatë të gjithë muajit të shenjtë të Ramazanit, ku për besimtarët musliman ky muaj shërben jo vetëm për të agjeruar përmes ushqimit, por dhe duke forcuar më shumë besimin e tyre dhe afrimin me Zotin. Ramazani është një ftesë për të ripërtërirë vlerat e mirësisë dhe ndihmës ndaj njëri tjetrit, si dhe për të forcuar lidhjet mes njerëzve, por njëkohësisht edhe këtyre të fundit me Zotin.